Përshëndetje, sot po përgatisim domate të pjekura në furrë, por do i përgatisim në një mënyrë pak më ndryshe që shijojnë shumë. Këto janë domate të cilët do t'i përdorim për këtë recetë. Vazhdojmë tash edhe i marrim domatet edhe i ndajmë për gjysë. Domatet që janë të vogla si kjo këtu, do t'i ndajmë për gjysë, e domatet që janë më të mëdha si kjo këtu, e ndajmë në 4 pjesë. Kështu më shpejt edhe më lehtë do të piqen domatet, edhe vërtet kjo recetë do ju shijoj shumë nëse e përgatitni, siç po e vëreni kjo lloj domateve nuk përmbajnë fara shumë, janë pak me fara, prandaj edhe po përdori këtë lloj të domateve, edhe ujë kanë pak, pra lëng nuk lëshojnë shumë, vetëm pak, dhe kjo recetë përgatitet pikërisht me këto domate për shkak se bëhet më e mirë. Tash po vazhdoj edhe në të njëjtën mënyrë, po i përgatis të gjitha domatet që i kam këtu. Unë do ta mbushi një tepsi, pra për afërsisht 2 kg domate ju nevojiten për ta përgatitur recetën. Largojmë këto pjesët që janë të prishura, edhe tash të gjitha i rendisim në tepsi. Është recetë e shpejtë e përgatitjes, që përgatitet shumë lehtë. I ndajmë për gjysë edhe i vendojmë në tepsi. Kështu veprojmë derisa ta mbushim tepsien plot. Në ndërkohë do ta lshoni furrën e shporetit që të nxehet në temperaturë 150 gradë. Pasi i kemi renditur në tepsi, tash vazhdojmë edhe ju hedhim krep. Krep do t'ju hedhim mjaftueshëm, pasi që shijojnë më shumë. Siç po e vëreni kështu, pra i hedhim krep mirë, e pastaj për poskripës do të hedhim për shije dhe aromë edhe origano. Për afërsisht një lugë të gjellës origano, ose sipas dëshirës mund të hedhni sa të doni. Tash domatet i kemi gati edhe po i shtim në furrë për t'i pjekur ngadal në temperaturë 150 gradë, derisa domatet të shteren edhe të piqen në këtë formë kështu. Nuk i leni me u djeg ose me u thash shumë, pra kështu. Për afërsisht për 1 orë besoj që do të jenë gati, por gjithmonë ju do i kontrolloni, pasi që jo të gjithë shporetët kanë nxehtësinë edhe shpejtësinë e njëjtë. Hedhim hudhra ndërmjet domateve. Pra hedhim domatet në kavanoz, kështu të nxehta, pra si kam lanë me uftof, drejt edhe në kavanoz. Rend domate, rend hudhra do japin një aromë shumë të veçantë kësaj recete. Nëse e provoni, nuk do të zhgënjeni asnjëherë, pasi që vërtet do t'ju shijojnë shumë. Unë po vazhdoj edhe po i mbush kavanozat. Kavanozat që po përdori janë të vegjël, kështu më lehtë edhe kur t'i marrim për me i hangër, pra e kemi, por edhe më lehtë, pra i mbushim. Gjithsej, me këtë tepsi do të mbushi 3 kavanoza të vegjël si këto këtu. Hedhim hudhra, edhe kavanozin e tretë e mbushim, siç po e vëreni, pra domatet janë kështu, janë gati. E mbushim, e pastaj do të shikojmë se çfarë do t'ju hedhim sipër. Tash këtu i kemi kavanozat edhe marrim vaj ulliri. Kavanozat i mbushim me vaj ulliri. Vaj ulliri i hedhim aq sa ka nevojë edhe derisa të mbushet kavanoze. Pra sa më shumë domate me e mbush kavanozin, më pak vaj ulliri do t'ju merr. Pasi t'i mbushni mirë edhe pasi vaji ju ka dalë mby, tash lirisht mundemi me i mbyll me kapak. Edhe pse domatet janë të nxehta, por për një siguri më të madhe, unë gjithmonë i zi në tenxhere për 5 minuta. Nga momenti që fillon me vlu 5 minuta i zini edhe pastaj i mbulojmë,
para se ti mbuloni, do i kontrolloni edhe një herë, pra shtrëngoni mirë kapakët, e pastaj mbuloni mirë, kështu i lajmë të ftohen, pra deri të nesërmen, por do t'i mbulojmë mirë që nxehtësia mos ju kaloj shpejt, ta mbajnë ngrohtësinë që e kanë, e pastaj të nesërmen do t'i kontrollojmë a janë vakumua jo, sepse këtë turshi apo këtë recetë do ta ruaj për dimër, do i qëndroj gjatë deri në 1 vit ose deri në 2 vite, deri në momentin kur ju mendoni me i hap kavanozat. Kontrolloni gjithmonë. Kjo ishte receta. Mirëmbëjtje.